Baklava pra është bërë, ka mbetur tani vetëm që të hahet ajo. Mirë po jo vetëm kjo ëmbëlsirë, natyrisht që për festa përgatiten edhe ushqime të tjera. Nuk është edhe shumë tradit ndoshta që të përgatiten midjet, por janë ushqime me vlera shumë ushqyese. Sidomos konsiderohet midja e cila bëhet në liçenin e Butrintit të Shqipërisë si njëra prej produkteve apo prej midjeve më të mira në Evropë. Kolegu Lorik Bakia ishte pikërisht atje dhe na sjell një reportazh për kultivimin e këtij ushqimi shumë të shëndetshëm. Ky është liçeni i Butrintit, një liçe shumë i pasur. Pasuria e këtij liçeni, thoshte një vendas, nuk matet me flori, por me botën e gjallë nënujore që e ka. E që kjo më pas, nëse je i Zotit të punosh, ta sjell floririn e lakmuar. Peshq ka me bollëk, por peshku i këtij liçeni nuk ishte qëllimi i vizitës sonë. Këto struktura të ngritura brenda liçenit janë ngritur në kohën komuniste. Këto po shfrytëzohen edhe sot për t'i kultivuar midjet. Midja i përket familjes së mollusqeve që përbëjnë pjesën më të madhe të pakurrizorëve. Por le të mos flasim për emërtimet shkencore. Ne erdhëm të shohim se si kultivohen ato. Dhe një pritësi ynë është zotriu Hysen Mane, që është pronar i një kompanie që i kultivon këto gjallësa. Bashkë me zotin Hysen, mbi një varg arritëm te strukturat ku rriten midjet. E kuptuam sa është i dashuruar në punën që bën dhe në asnjë rast nuk e ka bezdi të flas për midjet. Kjo është midja që është resurs i liçenit Butrintit. Resurs autokton shqiptar. Në gjuhën latine quhet Mitulus Galla Provincialis. Midja autoktone shqiptare, e njohur që në prehistori dhe vazhdon të ekzistojë dhe sot. Futet në familjen e mollusqeve. Është një ushqim shumë i mirë për të gjithë konsumatorët që e frekuentojnë dhe që e duan. Ka vlera ushqimore të jashtëzakonshme, që nga fëmijët e vegjël deri te moshat më të rritura. Kjo është vargu i midjes farë. Kjo midje për 6 muaj, ky varg që po shihni këto, është varg me farë. Po. Në biznesin që kam unë midjen e tregtoj gjatë gjithë vitit. Sepse e bëj me cikle të ndryshme. Do me thënë, po bëj vargjit e farës, mundësisht në çdo muaj. Midja hedh farën 2-3 herë në vit. Dhe unë atë farë mbledh dhe e vargëzoj prapë që bëj produktin për 2-3 muaj të sfazuar tjerë. Dhe kam midje gjatë gjithë vitit. Deri më tani ku keni qenë më shumë të
ndryshuar brenda vendit, sepse eksporti i midjes deri në momentin që flasim është neglizhuar nga strukturat shtetërore për të dalë në tregun evropian, megjithëse është edhe shumë e kërkuar midja jonë, sepse ka një veçori që është midje më e ëmbël nga midjet e rajonit, nuk ka atë hidhërimin e kripës që shkaktohet nga kryqëzimia e lartë e detrave të Europës. Liqeni Butinit ka një kryqëzim deri në 28-30%. Domethënë që është shumë e ulët, ka ujë të njelmët, jo ujë të kripur në maksimum, domethënë 40-45%. Dhe ka një shije organoleptike shumë të mirë, që është e kërkuar dhe nga strukturat tjera që operojnë në fushën e molusjeve, midja jonë. Duhet të përkushtohet shteti shqiptar që ta nxjerrë dhe në tregun evropian. Por neve s'na mungon asnjë gjë për ta tregtuar në trojet shqiptare të Kosovës dhe të gjithë vendeve ku jetojnë shqiptarët dhe serbët e tjerët, se ne jemi të hapur, është në një epokë globale. Por veçanërisht për popullatën time jam i apasionuar të aprovojnë këtë resurs që ka Saranda, liqeni Butinitit dhe të gjitha, dhe midjen dhe peshkun. Ja, këto janë investimet e reja që ne kemi bërë si vjetë, që do të mbushen komplet, ja kanë filluar që të mbushen me midje, dhe prodhimi i ardhshëm do jetë më i begat, më i mirë. Që të kultivohet midhja nuk është punë e lehtë. Kërkon angazhim të përditshëm, por edhe shpenzime. Në të njëjtën kohë, midhja e liqenit të Butrintit po kërkohet gjithnjë e më shumë edhe në Evropë. Por kapacitetet e këtij kultivuesi nuk janë as të larta. Prandaj ai kërkon që shteti të heqë pengesat që po ju vështirësojnë veprimtarinë. Kjo kërkon përkushtim, kërkon të jesh pak ekonomist dhe të kesh një vizion të qartë për biznesin që ke nisur. E filluam pothuajse nga zerua, me punë të përditshme, duke mbështetur te familja, pastaj duke u zgjeruar dhe me punëtorë të tjerë. Sot jemi parametrat që prodhojmë rreth 600 ton midje. Tentojmë që investimet të rriten vazhdimisht derisa të arrijmë 1000 ton dhe më tepër. Jemi duke përgatitur për të hedhur këto investime. Është një resurs ekonomik që Zoti ja ka falë Shqipërisë. Kur thom Shqipërisë, nuk kuptoj gjithë Shqipërinë etnike dhe më tej. Midja është e kërkuar në të gjithë tregjet botërore të rajonit dhe më tutje. Po duhet një çik investim më i madh në konfeksionimin e saj dhe në tregtimin me parametrat optimal të saj. Vlerat ushqyese të saj janë të jashtëzakonshme. Kemi fatin, u thash edhe një herë, që kemi këtu këtë prodhim vendas me një kosto relativisht të mirë, po që duhet një çik më përkujdesje akoma nga organet shtetërore për uljen e tarifave që na rëndojnë doganore njërën tjetër për materialet që na shërbejnë për prodhimin e midjes. Nuk kërkojmë gjë tjetër. Në anën tjetër, zotëri Umane po përpiqet ta zgjerojë veprimtarinë e tij. Ai po mundohet të ndërtojë struktura në det të hapur për të kultivuar lloje të tjera mollusjesh.
Mitja është produkt shumë ushqyes dhe kultivuesi i saj insiston që edhe kosovarët ta kenë sa më shpesh në tryezë. Jemi të hapur që ky produkt të bëhet prezent edhe në Kosovë dhe i ftoj të gjithë qytetarët e Kosovës dhe më tutje rajonit në Maqedoni dhe në vende të tjera ta provojnë dhe do të ngelen të dashuruar pas këtij produkti. Shërben që nga fëmijët e vegjël është një ushqim i jashtëzakonshëm bio, nuk përdoren preparate asnjë gjë, është natyral, i freskët, tregtohet i gjallë, tregtohet dhe i ambalazhuar në për kavanoza ose në për qeska plastike me salamuri, me ujë me krip të disiluar. Janë të lutur të vinë të provojnë free në biznesin tim, pa lek, midjen, të gjithë ata që duan të provojnë dhe do të jenë të dashuruar të saj në të gjithë sferat ku ata jetojnë. Kaq. Para gatimit, midjet duhet pastruar, por këtë punë e bëjnë në punishten e kultivuesit mane. Dhe më pas gatimi i tyre bëhet në mënyra të lloj-llojshme. Nëse zgjidhni që midja të jetë pjesë e tryezës suaj, bëhuni të sigurt të jetë midje e kultivuar në liçenin e Butrintit. Kjo është midje autoktone e kësaj zone shqiptare.